Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Në emrin e Allahut të gjithëmshirshmit më shpërplatet. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes në përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës buzëqeshja, mirësia dhe ndihma ndaj të tjerëve. Sa më shumë që njeriu afrohet me Allahun, aq më shumë duhet të reflektohet kjo afërsi në sjelljet e tij, në buzëqeshjen e tij, në fjalën dhe në dorën e tij të shtrirë për të ndihmuar të tjerat. Në kohën ku ne jetojmë, njerëzit janë rrethuar nga teknologjia dhe komoditeti, por shpesh zemrat e tyre janë më të vetmuara se kur më parë. Shumë njerëz ecin me buzëqeshje në fytyrë, ndërsa brenda tyre mbajnë dhimbje që askush nuk i sheh ato. Pikërisht në një kohë të tillë Islami na kujton se edhe veprat më të vogla kanë një vlerë të jashtëzakonshme tek Allahu. Një buzëqeshje e sinqertë, një fjalë ngushëllimi, një vizitë për një të sëmur, një ndihmë për një të varfër, ose një këshill e mirë mund të bëhen shkak që Allahu të na falë dhe të na afrojë më shumë drejt mëshirës së tij. Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Kush bën qoftë edhe sa pesha një grimse të mirën, do ta shoh ata. Ajeti 7 i surës Al-Salam. Dhe ky ajet është një premtim madhështor hynor që flet se asnjë vepër e mirë nuk humbet në peshorin e Allahut, pavarësisht se sa e vogël mund të duket në sytë e njerëzve ajo si vepër. Kurani i shenjtë e vendos mirësinë në mesin e urdhrave më të rëndësishëm hynor, sepse Allahu i madhëruar thot në Kur'an: vërtet, Allahu urdhëron drejtësinë, bamirësinë dhe dhënien ndaj të afërmve, ndërsa ndalon imoralitetin, të keqen dhe padrejtësinë. Ajeti 90 i surës Nahl. Dhe ky ajet na mëson se besimtari nuk mjaftohet vetëm duke mos bërë keq, por përpiqet vazhdimisht të bëjë të mira. Besimtari vërtet kërkon mundësi për të qenë në dobi për njerëzit, sepse e di se Allahu e do robin që përhap mëshirë dhe mirësi në sipërfaqen e tokës. Një nga format më të bukura të mirësisë është buzëqeshja. Shpesh mendojmë se sadakaja lidhet vetëm me pasurinë, por profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, na ka mësuar dhe thotë se edhe gjërat më të thjeshta mund të jenë adhurim kur bëhen për hir të Allahut. Të gjithë e dim hadithin e famshëm të profetit Muhammed ku ka thënë: "Dhe buzëqeshja ndaj tjetrit është sadaka për ty." Sa e bukur është ky hadith dhe sa mësimdhënës. Një buzëqeshje nuk kushton asgjë, por mund të ndryshojë ditën e një njeriu. Ndoshta dikush është duke kaluar një sprov të rëndë dhe ka nevojë për një buzëqeshje, mbështetje nga ti për të. Prandaj Islami kushton shumë rëndësi kësaj pjese dhe prandaj dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, jo vetëm në këtë hadith, por edhe në shumë hadithe të tjera na urdhëron dhe na këshillon që neve të bëjmë mirë me tjetrin, të buzëqeshim dhe të jemi të çiltër me të tjerat. Një buzëqeshje e sinqertë mund të rikthejë njeriu besimin se ende ekziston mirësia në këtë botë. Po aq e rëndësishme është edhe fjala e mirë. Allahu i madhëruar urdhëron në surën Bekare në ajetin 83 se: "Thuaju njerëzve fjalë të mira." Pra një fjalë e mirë mund të shërojë plagë që nuk shihen me sy, ndërsa një fjalë e keqe mund të lëndojë zemra për shumë vite. Prandaj profeti Muhammed ka thënë: "Fjala e mirë është po ashtu sadaka." Pra besimtari mendon se para se të flas. Ai nuk përgojon, nuk nënçmon, nuk fyen dhe nuk përhap urrëtie. Gjuha e tij bëhet shkak pajtimi mes njerëzve, sepse ai e di se Allahu do ta marrë në llogari për çdo fjalë që ai ka shqiptuar. Ndihma ndaj të tjerëve është një nga cilësitë më të dashura tek Allahu. Islami nuk e kufizon vetëm në dhënien e pasurisë ose në një ndihmë të madhe, por mund të ndihmosh me dijen tënde, me kohën tënde, me një këshill të sinqertë, me një vizitë për një të sëmur, me mbështetje ndaj një jetimi, apo duke dëgjuar dikë që ka nevojë të flasë. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Njeriu më i dashur tek Allahu është ai që u sjell më shumë dobi njerëzve përreth tij."
Dhe ky hadith na tregon se vlera e një besimtarit nuk matet në atë që zotëron, por matet me të mirën që lë pas në jetën e njerëzve. Allahu i madhëruar thot në ajetin e 2 të surës Maide se ndihmojeni njëri tjetrin në mirësi dhe devotshmëri e mos ndihmoni njëri tjetrin në mëkat dhe armiqësi. Ky është një parim mbi të cilin duhet të ndërtohet çdo familje dhe çdo shoqëri në jetën tonë. Kur një besimtar sheh dikë në vështirësi, ai kursesi nuk duhet ta kthej kokën në një anë. Duhet të përpiqet të bëhet zgjidhje dhe jo barë për tjetrin. Allahu është ai që e ka vendosur pra më të mirën për ne, dhe Allahu e di më së miri se çfarë shpërblimi i jep atij personit i cili bën mirë, buzëqesh dhe ndihmon pra çdo lloj njeriu në sipërfaqen e kësaj bote. Siç e tham dhe më parë, ndihma nuk kufizohet vetëm në dhënien e pasurisë, por ndihma kufizohet edhe në gjëra të tjera që nuk janë dhe materiale. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, bëni mirë njerëzve dhe do të fitoni zemrat e tyre. Dhe kjo fjalë përmbledh një të vërtetë të madhe, sepse zemrat nuk fitohen me forcë, me pasuri apo me famë, por me moral, me drejtësi dhe me mirësinë e tyre. Njerëzit mund të harrojnë fytyrën tonë, mund të harrojnë fjalët tona, por rrallëherë harrojnë mënyrën se si i kemi bërë ato të ndihen. Një njeri që përhap dashuri, falje dhe mirësi, lë pas tij një trashëgimi që vazhdon dhe pasi ai të largohet nga sipërfaqja e botës. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë, bëhuni zbukurim për ne dhe mos u bëni turp për ne. Pra duhet të kujtojmë se jeta kalon shpejt dhe ajo që mbetet pas nuk janë pasuritë apo pozitat për veprat tona. Mund të mos kemi mundësi të ndërtojmë gjëra madhështore, por secili prej nesh ka mundësi të buzëqesh, të falë, të ndihmojë një njeri që ka nevojë, të jap një fjalë të mirë dhe të zgjasë dorën për dikë i cili ka nevojë për ndihmën tonë sot. Pikërisht këto janë veprat që ndërtojnë një shoqëri të shëndosh dhe fitojnë kënaqësinë e Zotit të gjithësisë. Dhe të përpiqemi që çdo ditë të lëmë gjurmë mirësie, sepse ndoshta një buzëqeshje ose një ndihmë ose një fjalë e mirë që neve kemi thënë, që ne mund ta konsiderojmë këto gjëra të vogla, por tek Allahu janë gjëra aq të mëdha, saqë na jep shpërblimin dhe faljen dhe shpëtimin ton në ditën e gjykimit. Allahu na bëft për atyre të cilët dëgjojmë fjalën e Tij dhe themi dëgjuam dhe u bindëm, të bindemi gjithmonë në fjalën e Zotit të gjithësisë dhe të qëndrojmë në këtë rrugë sa të kemi frym. Në këtë momente të dashur vëllezër dhe motra, duke ju lënë mbrojtjen e ndihmën e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetje dhe bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.